ka diçka tjetër. E pse çaj shkop me gjarpën atje, me kubrën? Ky shkop, domethënë na i marrim bastonet, këto shkopet i marrim domethënë dorë. Kur Hazreti Musa i kishte thënë Allahut më sprovo. Po kishte shkopin afër namazit, afër veti edhe shkopin dhe boni gjarfër. Dhe u fregu. Për çdo namaz nuk lejohet, nuk gëzon me lut as gjishtë një shtang për Allahut, se nëse ti lëviz prishë namazin, po nuk je musliman dovatshëm. Edhe Hazreti Musa fregohet, dhe Allahu i thot ku ta kuj namazin, thotë Musa, mos ke frikë kur i lidhen në namaz, sepse unë mbi ju ngjidhem unë. Edhe mos ke frikë atë. Edhe ka domethënë kjo tregon pushtet. Edhe janë do sekrete tjera që shehu që e mban këta, nuk e mban veç një shtag. Si një bari, po ka shumë, domethënë, sekrete që jipet mahet domethënë për një lloj mbrojtje. Është diçka një farë sekrete se nuk na lejohet, e kem të kufizuar me kazu për. Po një gjë them se nuk është domethënë veç një shtag e thjeshtë, se po është diçka po. Jipet sekreti. Po. Çdo shet domethënë e ka këta. Unë falenderoj shumë për pyetjen se jemi në minutat e fundit, po mbet bësh edhe diçka. Ambasadori i paqes në botë. Qysh? Nuk është e vogël ky post. Na me lejen e Allahut jem president diplomatik, e kem organizatën tonë jo qeveritare domethënë. Edhe e kem drejtën për me mbo ambasador, domethënë, e kem domethënë këshillin tonë si ambasadë që e kem. Edhe me lejen e Allahut na së drejt nuk o kanë letë për me themelu këtë organizatë, se është organizatë shumë e fuqishme, edhe ti me i dhënë së drejt. Falenderoj shumë. Po më jap ne kështu të organizatës? Po. I thënë edhe së drejt ti këta meritosh. Falenderoj shumë. Se kjo e simbolizon edhe flamurin tonë kombëtar. Falenderoj shumë, shikues të nderuar. Dharat fort e mirë. Ti e meriton edhe kom pas shumë konferenca në botë, jam kanë edhe në Jordani, kom pas takim me mbretërinë e Jordanisë, dhe kam lidhje në këtë botën, domethënë, tokët arabe, Siri, Izrael, Angli, Amerikë, në këtë botën, domethënë, na kem autorizimin si jam si president diplomatik, se edhe vetë fjala musliman është fjalë paqe, edhe gjithçysh na takon, na konvenon kjo të afrojmë popullin për me ndërtu urat paqes e jo urrëtie, se nuk kem nevojë me pas urrëtie ndaj feve tjera, sikur që po mundohen disa me bo, domethënë, do sekte që po na dalin pa pritma, si do grupe ku piti deçana ose disa grupe tjera. Ata janë veç për me shkatru imazhen e shqiptarëve, na shqiptarët nuk e kem, domethënë, me bo përçamje, unë për qëtë punë jam president, se më merr dikush. Prit një veç pak. Me asjan çka ki punë? Në me. Pyetja fundit, a vin me çel fura, me mshela, me shkru domethënë për biznesa, çka? Jo veç hasion, po vin. E di që vin shumë për biznes. Për Kosovë, Shqipëri, vendet ndryshme, po mos e palidhem të hasi ose të bizneset, padyshim se kam shumë raste edhe aty, se shkon edhe mënohen me sulmu në fura, po ato magjia, ato për me herë. E di që ndihmon njerëz shumë për biznes. Po me lejen e Allahut. A kina e rast më na i tregu sonte se e di që ndihmon edhe biznese se të mbetën bash. Ki raste platë unë e di. Më shumë raste kam me këto për biznese. Domthon vin të sheh kujtimi edhe me lejen e Allahut i kem me rrugë tua të cilat i kem, edhe ka pas rast që ka pas shumë parambylljes. Po deshti Allahu edhe sot janë prej kanë shifra të mëdha. Sadri, unë falë se kam një rast. Që ku të ndërruar, a mujna me gjiru me që jemi të në rastit? Jo, Sadri, duhet s'muna. A më nëshme pyjtë, më falë, familjartë?
Lutem. Po në veç 1 minutë. Po. Është pas. Sikur të nderuar përfshin edhe vet, domethënë se ka raste që vinë edhe domethënë për me u shëru të shek kujtimi. Urojmë dhe shpresojmë që ta shëroj këtë rast, edhe e pat edhe vetë që sheju ikju, edhe po e shumë se apo na i mundson me xhiru. Mundësirë veç 1 minutë. Po, s'mujna me xhiru më shumë. Po në xhiru. Unë vendosë mikrofonin, a mundesh? Okej, atëherë thuj pole sa ka mundsi thuj të paktën veç me mbulu atë na më. Po, ti rreti që aty, që unë me këtë pacientë një. Të ka e tjeni? Sigur të ndërua përshini janë po me أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أولي من الله بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Në shtas në Sulman. Shikus të ndëruar, po e shenë edhe vetë që janë pomje pa koment, edhe nuk e kishmi zgjodh më shumë se vërtet janë pomje shqetsu, se natën e mirë ka që të personte shimi javë tjera, sigurisht. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه الذي يشفع حين ولا يشفع ما شاء الله